Vallai, domethënë të shkon mendja tek vëllezërit tonë nga Gaza sot. Të rrethuar kudo, një botë e ndyrë, e cila nuk përkrah. Del një halabaka atje dhe thotë janë vrarë 20.000, le të vriten dhe 20.000 të tjerë. Edhe 20.000 do jenë. Si mundet një televizion dhe një hapësirë publike t'i lërë hapësirë një terrorist e tillë? Flasin për terrorist, flasin për terrorin, dhe një person i cili shprehet që 20.000 fëmijë, se këto janë vetëm fëmijë, nuk janë gjithë vrarët e Gazës, po 20.000 janë fëmijë, le të bëhen edhe 20.000 të tjerë. Si mundet domethënë një televizion ta lërë, se më vjen turp mi thonë edhe zoj, se duhet mi thonë bish. Si mundet ta lesh një bish të vazhdojë dhe të përcjelli derdhi, të vjelli vrerë, çfarë ka në barkun e saj? Si mundet një shoqëri ta pranojë? Ne po flasim domethënë që ishte një shoqëri, ato të cilët e morën këtë nismë nuk i përkisin besimit islam, vetëm në emër të njerëzillikut. Atje janë disa qindra mijëra njerëz, ose rreth 2 milion njerëz, të cilët bombardime, uri, vuajtje të vazhdueshme, dhe të kujtojnë atë hadithin e profetit alayhi salatu wasalam, yushiku an tadaa alaykumul umam kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha. Në një të ardhme të afërt do të mblidhen drejt jush popujt dhe kombet, ashtu sikur se mblidhet e gërsira tek preja e saj.